Për më shumë se 3 javë protestuesit janë mbledhur edhe mbrëm në Tiranë, që prej orës 19 protestuesit filluan të mblidhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit me thirrje dhe brohërima, duke vijuar tashmë në ditën e 22 të tubimit. Ndërkohë kur kanë përfunduar fjalimet e tyre para kryeministrisë, ata kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet e pas protestës së mbajtur mbrëmjen e dieshme në kryeqytet. Një natë në kryeqytet, si metafora e fundit të një proteste që nisi për mbrojtjen e mjedisit dhe bitisi me ndotjen e vetvetes, shkruan Rama krahas videos. Protestat nisën pasi në internet qarkulloi një video që tregonte roje private sigurie me 30 maj, duke tërhequr me forcë një burr që u bashkua disa dhjetra banorëve dhe aktivistëve mjedisor në një plazh në jug të Shqipërisë, të cilin Kashner dëshiron ta përfshijë në projektin e propozuar për hotel dhe resort. Ata ishin mbledhur për të protestuar kundër shfaqjes së papritur të një gardhi metalik me tela me gjëmba në plazh, i cili ndodhet në një zonë të shpallur peizazhi mbrojtur, kategori që lejon ndërtime pranë fshatit Zvërnec. Qeveria u përpoq të shuante zemërimin publik duke hequr licencat e 2 kompanive private të sigurisë të përfshira në incidentin në plazh, duke shkarkuar shefin lokal të policisë dhe duke urdhëruar heqjen e gardhit. Megjithatë, protestat vazhduan duke i dhënë jetë asaj që është quajtur Revolucioni i Flamingove, një referencë për shpendët që janë një pasuri në zonën e mbrojtur. Çdo natë shpaloset një pankartë e madhe në anglisht ku shkruhet Shqipëria nuk është në shitje.